Pas një vizite dyditore në qytetin e Përmetit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Silvio Gonzato, zhvilloi një takim në zyrën e kryetares së bashkisë, zonjës Alma Hoxha, për të diskutuar mbi projektet e realizuara me financimin e BE-s, sfidat aktuale dhe pritshmëritë për të ardhmen. Vizitën në Përmet kishim kohë që dëshironim ta zhvillonim dhe me kënaqësi mund të them se në delegacionin e Bashkimit Evropian kryetaria e Bashkisë së Përmetit ka një reputacion shumë të mirë. Gjithashtu ka dhe një ekip të shkëlqyer që punon me ne. Për këtë arsye dëshiroja që të vija në Përmet, që të shikoja nga afër për të gjitha këto projekte që kemi zhvilluar së bashku. Dëshiroja që të diskutonim se si mund të avionim këtë bashkëpunim edhe në të ardhmen. E fillua me diçka të vogël, por të jetë rëndësishme, e cila është qendra e riciklimit të mbetjeve në Përmet. Kjo qendër do të bëjë të mundur uljen e mbetjeve, do të riciklohen plastik, alumin, letër, qelq, e cila do të ulë ndikimin të mjedisit, një ndikim që është rritur edhe si shkak i rritjes së turizmit. Ndërkaq vlerësoj faktin që bashkia i ka kushtuar një vëmendje të veçantë turizmit dhe të mjedisit. Gjatë takimit, ambasadori theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me pushtetin vendor dhe identifikimin e prioriteteve të përbashkëta për zhvillimin e qytetit. Në këtë bashki nuk është investuar vetëm në infrastrukturë, por edhe te kapacitetet njerëzore, ku unë vizitova nga afër edhe shkollën këtu afër, e ku mësuesit dhe nxënësit i zhvillojnë që këtu hapat e parë për të mbrojtur mjedisin. Po tregoja atyre që gjithçka që bëjmë më shumë e rëndësishme. Ne vizituam edhe qendrën e pikpongët dhe u kënaqëm me kampionët. Është qendër që kemi restauruar me fondet e BE-s. Janë fonde të vogla, por që ndikimin e kanë të jetë të madh. Sot me kryetaren e bashkisë patëm mundësi që të diskutonim edhe se cilat janë disa nga sfidat në të ardhmen. Përparësitë e kësaj bashkie janë edhe përparësitë tona. Një nga përparësitë është menaxhimi i mbetjeve. Për këtë arsye ne kemi një projekt shumë të madh që mbulon Përmetin, Gjirokastrën dhe Korçën, që do të thotë që çdo punë që bëhet këtu është pjesë e një projekti më të madh për jugun e Shqipërisë. Një prioritet tjetër është efikasiteti i energjisë elektrike. Përsëri është një përparësi dhe e jona, sa i përket shkollave apo godinave publike, ku ne tashmë i kemi dhënë qeverisë shqiptare 50 milionë euro për të përmirësuar efikasitetin e energjisë elektrike në ndërtesat publike. I'm really very positive about Një tjetër temë e rëndësishme e bisedës ishte rinia dhe mënyra për ta mbështetur atë që të qëndrojë apo të rikthehet në Përmet. And this is a program, run by the government. Një përparësi tjetër për bashkinë është rinia dhe ne diskutuam mënyra se si mund të japim stimuj për rinin, që rinia të qëndrojë apo të kthehet në Përmet. Dhe këtu sërish tregova zonjës Hoxha që Bashkimi Evropian i ka dhënë përparësi qeverisë shqiptare 50 milionë euro të tjera me garancinë rinore. Garancia rinore është një program i rëndësishëm për rinin, i cili do të ofrojë dhe ka ofruar në zona pilote edhe trajnime, duke ndihmuar ata që të kalojnë nga bankat e shkollës në tregun e punës. To lead with the European Union. Nga ana e saj, kryetaria e bashkisë zonja Alma Hoxha vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në zhvillimin e qytetit, duke theksuar ndikimin e drejtpërdrejtë të projekteve të financuara në cilësinë e jetës së qytetarëve. Sigurisht, foku kryesor ishte tek prioritetet tona në të ardhmet, për të qenë të përgatitur për thirrjet e tjera që sigurisht BE-ja do të hap për bashkitë, po pse jo dhe në thirrje të tjera. Ishte një bashkëbizetim faktikisht shumë i frytshëm me ambasadorët. Folëm për shumë sfida dhe përcaktuam edhe pikat dhe rrugët ku ne mund të bashkëpunojmë në të ardhmet. Unë jam shumë besim plot se do kemi një bashkëpunim shumë të frytshëm edhe në të ardhmen me Bashkimin Evropian. Përmeti është sot një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm me partner evropian, me mbi 20 projekte të zbatuara falë mbështetjes së Bashkimit Evropian.